erat e luftës në Europë po frynë çdo ditë më shumë. Mbas 80 vite paqe, brezi, jo, po fillon të vras veshin me një koncept që skenari nuk është i largët, uroj të jetë sa më i largët, uroj mos ndodh kurrë, sepse njerëzit ndoshta nuk po marrin koshencë 100%, por është baraz me mbylljen e hesabit për shumë kënd prej nesh, se flasim për një potencial zjarri që sot kalon ndjeshëm edhe nga që thuhet. Parlamenti Evropian ka një agora që është një mjedis i shëndetshëm ku bëjnë pjesë dhe disa persona të cilët në pamje të parë janë më pak të kollarisurit, janë ata që përafrojnë ndoshta më shumë me që jemi njerëzit e zakonshëm. Ka qenë një ngacmim shumë interesant që i bëjnë këtë sajt zonjës von der Leyen, që i thonë burri dhe fëmijët e tu do shkojnë në luftë. Shumë interesante.